Sa bukur ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij. Kur vdes biri Ademit, mbyllet mundësia për me bë vepra të mira. S'ka mundësi me bë më vepra të mira. Ne në vazhdimsi jemi duke thirrë se kjo është thirrje nga Kurani dhe hadithi. O ju robërt Allahut, bëni vepra të mira, para se me ardhë momenti me dalë prej kësaj bote. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, përveç se për 3 grup njerëzish nuk përfundon e mira, edhe pse ata janë të vdekur. Cilët janë ata? Thot, i pari është ai i cili lë sadaka rrjedhse në jetën e kësaj bote. Kur mos u morzit dhe kur mos thuaj se po baj shumë, po jap shumë, po la hajrat shumë, krejt çka jetu e bë për veten tënde. Që ndesër kur dalsh për Allahun Dhul Xhelal, do ta gjesh këtë mirë që jetu e bë për hir të Allahut subhanahu wa taala. A i dini o vllazë nderun, se momentin kur ne do të dalim nga kjo botë, gjëja e parë që do të kërkojmë është, o Allah, kthena edhe një herë në dunja të bëjmë vepra të mira. Pra ti e ke mundësinë, krejt atë që e bën për hir të Allahut Dhul Xhelal, që e jep në rrugën e Allahut Dhul Xhelal, jetu e përgatit për botën tjetër. Edhe në rast se ti vdes, je banor i vorrezave, aja sadaka rrjedhse do të vazhdoj dhe me të ngrit në shkallat e xhenetit në botën tjetër. E dyta thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është dia e dobishme. Vazhdoni, folni, leni fjalë të mira. Bëni atë që është e dobishme për njerëzit. Tash është kohë e mundësisë me shpërndar një fjalë të mirë. Sot është një mundësi me shpërndar një ders të mirë. Sot është mundësi me shkru një fjalë të mirë, që njerëzit me u shërby me këto fjalë të mira. E mos shpërndani fjalë të cilat do t'ju bëjnë ndam nesër kur do t'dini para Allahut Dhul Xhelal. Se në rast se ju shpërndani dije të padobishme, dije të devijune, ata njerëz të cilët do shërbehen me dijen tonë edhe pas vdekjes do të vijë mëkati. Mirë po ne jemi thirrur me lanë fjalë të dobishme, dije të dobishme, që do t'ju shërbej njerëzve, edhe atëherë kur ne do t'jemi banor të vërreza. Edhe e treta e rëndësishmja, që jemi sot në temën tonë, me la evlad të hajrit, që ata luten dhe bëjmë vepra të mira. Ata të cilët janë banor të vërreza o vllazë nderuar. Ata prindër që kanë kaluar në botën tjetër. Sa herë që ngritën në gradat e xhenetit, ata e dinë që nuk kanë bërë ato vepra të cilat po e meritojnë shkallat e xhenetit, shpërblimin. Ata pyesin ka këto shpërblime, do t'ju thuhet evladët të cilët janë në dunjat. Ata djenë që i ke eduku me namaz, ata djenë që i ke eduku me moral të mirë, ata që ja u ke mësu se kush është Zoti i tyre, ata sot po bëjnë lutje për ty, ata po japin sadak për ty. O vllazët nderuar, kush i kujton prindit më shumë se sa një fëmijë që është mësuar me namaz? Cili fëmijë i cili është larg adhurimit të Allahut Dhul Xhelal e kujton prindin e vdekur? Ditët e para, mujtë e parë, vitin e parë, mandej vetëm kur vjet përkujtimi nga Facebooku, atëherë nxjerrim një fjalë përkujtuese për prindin. Mirë po ti dhe unë që e falim namazin, më spaku 13 herë në ditë, bëjmë dua për prindrit tanë. Edhe nëse ata janë të gjallë, mirë po flasim për një trashëgimi, për një ditë mirë që e lajmë për botën tjetër. A themi në ulin e fundit, Rabbena kfir li wa li validej, o Allah falju mu dhe fali 2 prindrit e mi. 13 herë mrena ditës falsi namazit lutet për prindin. Andaj është kapital i madh. Andaj për atë arsye duhet ne mi eduku fëmijët tanë me fal namazin, me çu në rrugën e drejtë. Besimtar nderuar, Ibrahimi alayhis salam është lutur duke thënë, Zoti im, bëje që unë dhe pasardhësit e mi të jenë prej atyre që e falin namazin.
Çfarë pune ka bëj Ibrahimi me Ismailin? I kanë ngritë themelet e qabës. Dhe ata në fund janë lutë, o Zot, pranoje këtë prej neve. Mirë pa ata janë lutë, o Zot, pasarësit e mi, edhe neve bëna prej aty që e falim namazin, se në rast se i lajmë fëmit me kapital, me namaz, jetu e la ma shumë se krejt që ka bota në te. Mirë për nëse i lajmë prej të mirave të dynjas, ato një dit do të mbesin ditokë. Mirë për ne që ka marrim? Ne marrim pak vetëm prej atyre vepra që ka i bajmë. Mirë për nëse dojmë një sadaka rjesë, me ungrit dhe me ushpërbly edhe pse jemi prej banorëve të varrezave, me elan e vlad të cilët e falin namaz.